Situata me zjarret vijon të mbetet problematike në disa zona të vendit, veçanërisht në Qarqet, Shkodër dhe Emirdit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 32 vatra zjarri, 6 prej të cilave vijojnë të jenë aktive, ndërsa 4 të tjera janë në monitorim. Në Puk vëmendja kryesore e emergjencave është përqendruar në Gojan, Xhexhan, Tërbun dhe Prozhëm, ku vijon operacioni për izolimin dhe shuarjen e flakëve. Vatra më problematike mbetet ajo në Gojan të vogël. Zjarri është ende aktiv dhe po përhapet në zbritje në drejtim të zonës së banuar, por deri më tani nuk raportohet për rrezik kritik për banesat. Por shuarjen e flakëve po ndërhyet si nga toka dhe nga ajri me 2 helikopter të forcave të armatosura. Në Gojan të Mall gjatë natës janë evidentuar disa riaktivizime, po ndërhyrja e forcave zjarfikse bëri të mundur stabilizimin e situatës. Edhe në lagjen Pepaj zjarri nuk ka avancuar drejt banesave dhe zona vijon të monitorohet. Më e qetë paraqitet situata në Xhexhan ku nuk raportohet përparimi vatrës. Ndërkohë në Prozhëm raportohet një avancim i zjarrit. 2 mjete zjarfikse janë pozicionuar në zonë për mbrojtjen e banesave dhe ndërhyrjen e menjëhershme. Operacioni po zhvillohet në varësi të situatës. Rreth 190 persona janë aktivizuar në këto operacione në Gojan dhe Xhexhan, me syre efektiv të mbrojtjes nga zjarrit, forcave të armatosura, të shërbimit pyjor, vullnetar dhe banor të zonës. Në terren janë 9 mjete zjarfikse, ndërsa në mbështetje të operacionit janë vendosur edhe një eskavator dhe 2 helikopter. Por gjatë 24 orëve të fundit në operacionet kundër zjarreve në gjithë vendin janë angazhuar 726 forca operacionale dhe 44 automjete zjarfikse. Kontribut kanë dhënë dhe forcat armatosura me 270 efektiv, 5 mjete zjarfikse, 4 helikopter dhe 2 avion air tractor. Edhe në Mirdit situata po monitorohet nga afër. Në Ten janë angazhuar 30 efektiv së bashku me mjetet zjarfikse. Në Shtuft ndërkohë vatra vijon të jetë aktive dhe ndërhyrja po kryhet aty ku e lejon terreni, ndërsa zonet e thepisura vështirësojnë lëvizjen dhe përdorimin e mjeteve zjarfikse. Prioriteti i forcave në terren mbetet mbrojtja e banesave dhe jetës së qytetarëve, ndërsa ndërhyrjet do të vijojnë në zonat ku zjarret paraqesin rrezikun më të madh, bën me dije Agjencia Mbrojtjes nga Zjarri.